sa i përket statusit e viktimave, pra tek shqiptarët dikun rreth 80% prej tyre ka qenë civil, cilët nuk kanë marrë pjesë aktive në luftë, ndërsa diku rreth 20% kanë qenë pjesëtarët e ushtrisë shërimtare të Kosovës, dhe pse jo të gjithë në momentin e vrasjes kanë qenë persona të armatosur dhe të uniformuar. Ka pas raste ku në momentin e vrasjes ata pjesëtarë të UÇK-s, cilë pastaj janë shpallë ndeshmor, kanë qenë pa armatosur dhe si tillë po që janë viktima të krimeve të luftës, sepse nuk janë vrarë në fushë betejë, po jashtë saj. Të serbët, përqindja ndryshon, nëse s'gaboj janë dikun saktësisht rreth 1000, respektivisht 999 pjesëtarë të ushtrisë të Jugosllavisë dhe forcave policore serbe, ndërsa 1198 janë civil, pra ka pak ma shumë civil, po raporti është dikon 48% pjesëtarë të forcave serbe dhe 52% ose diçka ngjashme civil. Kur bëhet fjalë te pakica tjera, shumica dërmuese prej tyre ka qenë civil, pra nuk kanë qenë pjesëtarë të asnjë formacioni ushtarak.